Se dikush thot ku përmendet Kur'an 5 vakte. Ja ta shohim tani. Thot Zoti në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Shembulli juaj o besimtar që e besoni Zotin dhe botën tjetër dhe ditën e gjykimit është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Këtu përmend ajetin 21 të surës Al-Ahzab, grupacionet dhe aludon mendjen e ka se ky ajet flet për 5 kohët e namazit, gjë që ky po gënjen në emër të Kuranit dhe po bën shpifje në emër të asaj që quhet Rasul Ilahi Uswatun Hasanatun, që fjala Rasul ka ardhur në trajtën e pashtuar pa e lamot tarif, që ka kuptim përgjithshëm dhe bëhet fjalë për një të dërguar i cili ka mesazhet e tekstit shkrimit hynor, dhe ajeti 21 nuk po flet për namaz, por po flet se shembulli më i shkëlqyeshëm është e tekstit shkrimet hynore që mund t'i dëgjosh nga një i dërguar Rasul. Është fakt që bëhet fjalë për të dërguarin e parë të Kuranit, por një i dërguar mund të jetë edhe Ahmed Kalaja, nëse nuk i përgënjeshtron tekstet shkrimet hynore, mesazhet që janë të transmetuara me fraza në ajete sure të ndryshme të librit që ne sot e quajmë Kur'an. Sa vakte ka fal pejgamberi alayhis salatu wassalam? 5, para historia. Kjo sa vakte i ka fal profeti Muhamedi alayhis salatu wassalam, 5 vakte, pik, mbaroi historia, nuk e kanë një hadith, nuk po thama jetë Kuranit, një hadith nuk e kanë. Single hadith, sahih hadith, anywhere which mentions the prayer from the beginning till the end. If there is any hadith, I would definitely like to know. If there is anybody finds a single hadith which describes the prayer from the beginning till the end in its complete cycle, I want to know. And in fact, you can't even go beyond takbir. Pra, namazi nuk përmendet Kur'an, fjala salat është lidhje, keni të gjitha të dokumentuara te kanali im Zoni Shqipi Kuranit dhe te ajeti 103 kum sjell shembullin se bëhet fjalë për 2 lidhje, lidhja në vijë horizontale dhe lidhja në vijë vertikale. Pra, nëse bëhet fjalë për ndonjë salat, lidhje në vijë vertikale, që ne mund ta quajmë falje apo ritual për të lidhur njeriu vetëm me Zotin e tij, në vijën vertikale është personale, është shpirtërore, edhe unë nuk kam kur fare aksesi qasje në atë lidhje dhe nuk duhet kem. Punën që unë e baj, kam dëshirë ju të më kuptoni, për e baj vetëm sa më ju dhoni informata dhe tani shqiptarët janë përqendruar me vëmendje te kanali Zoni Shqipi Kuranit dhe çfarë flet tim shkupin në lidhje me Kuranin. Tani Kurani është libër, jo kom thonë libër është dhe Kurani nuk ka kurfar pune me sektin e muslimanizmit në shqiptari.